Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brotherit i ka dhënë sërish një audiencë ato që duam, të shikojnë polemika, të shikojnë dhe një përballje. Përballjen e shumë të përmendur dhe shumë të dëshiruar e pam Brom në Prime, ku Egli ishte përpallë Xhestit. Të dy thanë po të njëjta gjëra. Të dy, le të themi, bën fajtor për njëri tjetrin për këtë shtimin e veprimeve, për këtë ndikimin, le të themi, që i bën lojë së njëri tjetrit. Por ajo që dua të them është që nuk e mbroj Xhestin, sepse edhe ai, le të themi, ka dashur të jetë i shoqëruar, ka dashur të bëjë një lojë shumë e bukur, por Egli, Aleksandra Tako, është ajo e cila ka gabuar, sepse duke parë të gjithë zhvillimin që pati lidhja me Xhestin, duke parë të gjithë sjelljen e Xhestit, nuk kishte në mënyrë kurrësi ajo të ulte veten. Padyshim që jam i bindur që ishte një lojë. Pasi me rikthimin e saj, shikojmë një Egli më të qetë, një Egli më të fortë, një Egli më provokuese dhe një Egli që është kthyer në një makinë llogaritse. Ajo ka kalkuluar në këto 9 ditë se çfarë roli do të kishte në atë shtëpi. Tani ajo do të nxjerrë Xhestin sikur është ai përndjekës i saj, sikurse është quajtur ajo përgjatë gjithë rrugtimit që kishte para se të dilte nga shtëpia e Big Brotherit. Sigurisht që është një lëvizje që është komentuar shumë, ai sa dhe nuk përpëlqet nga ndjekësit të cilët vijojnë edhe i bien në Instagram, por kjo nuk ka shumë rëndësi, se i ulen sot dhe do të ketë rritje ku të dalin sërish nga shtëpia. E kemi parë me banorë të tjerë. Por ajo që vlen të analizohet dhe vlen të komentohet është se nëse kjo sjellje e egër, kjo sjellje, le të themi, fyese, me fjalë që Egli pati sot edhe në një diskutim me Xhestin, pra ata të dy janë protagonistët e padiskutueshëm të këtij formati, janë ata që kanë klikime, shikueshmërinë, audiencën, dhe sot në një debat midis tyre, Egli po i flet egër, po ofendon, po e shan dhe le të themi po i tregon një anë të saj që nuk e tregoi kur ishte brenda në shtëpi para se të dilte me pushimet nënditore. Nga ana tjetër, Xhesti, ku të gjithë e cilësojnë ndoshta si njëri që nuk ka shkollë, siç e bëri mbrëm edhe dramaturgja Rozana Radi, që e quajnë që njëri që nuk ka artikulim, Xhesti është mjeshtër i asaj loje. Pa diskutim nuk ka një leksikologjie dhe nuk ka një fjalor të pasur që të flasi shumë, e fundja kur flet shumë e s'bën asgjë, nuk të duhen as fjalët. E Xhesti ditë të reagoj, ditë krijoi situata, këtë e kemi thënë, ai ka bërë, le të themi, xheste, ka mbajtur audiencët të bërthyer dhe ka shtuar më shumë kurreshtin se çfarë do të ketë më pas, next to. Siç e thash, Xhesti i tha Eglit, ti e pe se çfarë ishte bërë jashtë për ty dhe erdhe për të nderuar faqen tënde. E sërish Egli ja pohoi kur kishin debatin sot, që ti nuk e di se çfarë gjendje gjenta u familjen time dhe në çfarë gjendje isha unë jashtë. Pra, është një lojë ndoshta për të dëmtuar Xhestin, ose ndoshta edhe për t'i dhënë atit një hov ose një ritëm që realisht me Eglin e ka pasur dhe audienca, le të themi, e pëlqen këtë lloj dinamike të lojës që kanë ata të dy, që padyshim janë kryesor në atë lojë. Nga ana tjetër, halla e madhe, si Xhesti i quan Rozanën tani më që raportet e tyre janë prerë me futjen e Eglit, i thot Xhestit, pse përfshihesh në raportin tim me Eglin, ti ke nevojë për një femër që të bëjë lojën tënde? M'falni. A ishte Rozana ajo që është komentuar dhe ende komentohet sot, që është në dyshe me Laertin? Është çmenduri të thuash që banorët nuk mund të përdorin njëri tjetrin për lojë, se me njëri tjetrin ata merren, nuk do merren me kamrat. Me kamrat ata merren kur duan të japin një mesazh për publikun, drejtohen siç po drejtohen tani me kamerën dhe po flas me ju. Nuk mund të zgjemi dikë tjetër këtu se është e palogjikshme. Ndaj, edhe argumenti i Rozanës bie direkt poshtë. Është një argument kot sa për të bërë debat, sepse edhe kur ajo zihet me Xhestin buzëqesh, se nuk do të humbasi potencialin dhe energjinë që merr nga Xhesti, të gjithë lojën ose të gjithë dinamikat që ajo do t'i shkaktojë përmes Xhestit, por Xhesti ja ka kuptuar lojën dhe e ka hedhur poshtë, e tani më fokusin e ka te Egli
edhe ai është ngacmues, siç ishte mbrëm ku drejtoi krevati në drejtim të krevati që është Egli për ta parë, për ta provokuar. Nuk i rri Xhesit pa Eglit, edhe Egli nuk rri dot pa Xhesin. Nuk e di nëse ky raport, le të themi tani armiqësor nga ana e Eglit, mund të kemi një lloj përmirësimi ose mund të kemi një lidhje, dyshoj shumë që mund të ketë lidhje, pasi Xhesi është ai që u treguar dhe mbrëm i prerë kur e pyeti Lidioni se si mund ta quajmë raportin midis jush, ai tha ka marrë fund gjithçka. Edhe realisht ka marrë fund gjithçka, pasi edhe këtë pëlqim fizik që Xhesi e ka pasur për Eglin, besoj që do të shuhej dita ditës. Nëse nuk do të na befasojnë të dy, nëse nuk do të jetë Egli ajo që do të thyej kutinë e emergjencës dhe të marrë unazën dhe t'i thotë Xhesit më propozo ti mua. Nga ana tjetër, ajo që do ta ndryshonte lojën në mënyrë 360 gradë është padyshim një kuti Pandore ku do të vendoste 3 emra të fortë në atë shtëpi. 3 emra që ndoshta janë edhe pretendent për ta fituar këtë çmim. E kush mund të jenë? Padyshim që dua që në një kuti Pandore të jetë Egli, Rozana dhe Xhesi. Se kush del, këtë ndoshta do ta them një herë tjetër.